Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar kërkesën e deputetëve të listës së hapur për rinumërimin e votave të zgjedhjeve të 11 majit, duke theksuar se janë të lirë të bëjnë transparencë. Ai gjithashtu nënvizoi se PD nuk ka dy standarde si Edi Rama, që sipas tij ka bllokuar transparencën zgjedhore, pasi kreu i qeverisë bëri vrejtje socialistëve të listës së hapur, të cilët kërkuan rinumërimin e votave. Për sa u përket kandidatëve, unë nuk e di sa kanë kërkuar rinumërimin, apo sa kanë kërkuar procedurën, por cili do që dëshon, është i lirë ta bëj. Ne nuk blokojmë asnjëri që të bëjë transparencën. Fare. Nëse ka patur njerëz të pandërgjegjshëm, ata do identifikohen. Dhe do mbahet qëndrim ligjor. Pa diskutim kjo. Pra, këtu ne nuk kemi dy standarde, por nuk kemi standardin e Edi Ramës që ndalon transparencën. Ata nuk e bëjmë kurrë ne. Berisha tha se ndryshe nga Lulzim Basha që vrapoi pas karrigës së tij, ai po ndjek denoncimin e farsës elektorale. Lulzim Basha, siç e dini ju, nuk bëri me porosi as edhe përpjekjen më të vogël për të faktuar farsën. Unë e denoncova farsën. Ndër të tjera, Berisha tha se vota e shqiptarëve në 11 maj vdiq pa hyrë në kuti.